Të nderuar shikues, mirë se erdhën në emisionin e Fokus, ku siç e dini trajtojmë temën nga më të ndryshme, ndërsa për këtë javë kemi zgjedhur dy tema interesante. Meli, ke zgjedhur 7 marsin, ndërsa tema tjetër ka të bëjmë me muajin e bekuar të Ramazanit, pra vazhdojmë të mbetemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe të sjellim pranë shikuesve të televizionit Alsat solidaritetin që shumë njerëz domethënë në këtë muaj e kanë si prioritet apo edhe bëmirësim për të ndihmuar të gjithë atyre që kanë nevojë dhe këtë shumë më mirë apo më në mënyrë domethënë të rregullt të kryen organizatat humanitare, të cilët për çdo ditë shpërndajnë iftare për njerëzit të cilët e kanë nevojë dhe pikërisht domethënë këtë ne do ta sjellim përmes reportazhes që kemi zhvilluar, pikërisht në një nga pikat ku ndahen këto iftare për njerëzit në nevojë. Avni ju domethënë ishte edhe pjesë shpërndarjes së iftareve, domethënë në mënyrë vullnetare ke kryer domethënë këtë akt. Si ishte ajo ndjenja domethënë kur je para njerëzve që kanë nevojë dhe në një moment sheh buzëqeshjen e tyre se gëzohen domethënë kur marrin një ushqim të gatshëm. Them të drejtën, ishin emocione të përziera, edhe unë pak ndoshta verem edhe nga zëri, jam edhe me grip këtë javë, edhe ajo domethënë kompletuan gjithë së bashku, gjitha ndjenjat aty ishin, nuk e di, është një ndjenje pa përshkruar, sidomos kur dhuron diçka nga vetja. Sepse aty realisht gjithë njerëzit dhurojnë edhe bën vetëm ndihmën që të arrije deri tek dora e dikujt. Por ajo që më brengos nga biseda me organizatorët e Legis, ishte ajo që në organizat Meli vazhdimisht rritet numri apo shkon numri në rritje dhe vit pas viti rritet ky numër. Dhe kjo është realisht për të ardhur keq. Por sidoqoftë, ky muaj është muaj i solidaritetit, siç thamë edhe më herët, dhe shpresoj se ato që dëshirojnë të bëjnë sfaku ndonjë të mirë në këtë muaj, të shfrytëzojnë këtë duke dhuruar ushqime të ngrohta për personat të cilët kanë më së shumti nevojë apo për një vakt ushqimor. Do shkojmë me temën e parë, ta ndjekim pikërisht për temën e solidaritetit dhe do të rikthehemi më pas. Iftari është më tepër se një porcion ushqimi. Le të japim shpresë personave në nevojë. Kjo është motoja për këtë vit e organizatës Legis, e cila tashmë sa vite u del në ndihmë personave në nevojë, e sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Sipas statistikave të kësaj organizate, numri i personave që kërkojnë një vakt në ditë çdo vit shkon në rritje. Për këta persona në muajin e Ramazanit, çdo ditë ndahen rreth 200 iftare. Përveç ushqimit, këtyre personave u ofrohen edhe produkte higjienike dhe veshmbathje. Kakva je brojka, da li je porasla godinama, spored od drugih godina, pošto ne bi znao da ima kriza so cijenite na proizvodite, pa protesti imаше около 20. Mislim, около тие пораснати цени. Дали е порасната бројката друга година во споредба со другите години? Значи, интересот на граѓаните, колку повеќе луѓе доаѓаат да побарат, е секоја година се поголем, за жал. Ние од Легис го гледаме преку начинот на кој што кога делиме леп, кои луѓе доаѓаат и дека ако некогаш се задоцни или има празник, па мора да се почека 2 дена и слично. Луѓето се заинтересирани, чекаат, ако врне, чекаат и на дожд, ќе дојдат саат време повеќе. Значи луѓето навистина имаат потреба и за тој еден леп, а камоли за оброк. И да, бројката интересот е зголемен, но капацитетот на луѓето кои што донираат за да може да се дадат ифтари, да се направат топли оброци, е таа отприлика. Значи 200 отприлика дневно. И плюс други активности овие. Значи имаме, освен ифтарите, спремаме пакети со храна. Има пакети со храна за локалното население, значи за оние кои што немаат можност да земат ифтари, имаат можност да ја спремат, да подготват таа храна дома. За нив даваме пакети со храна. И исто така за оние семејства кои што се хуманитарно згрижени во Македонија, а се од други земји, како што се од Палестина или од Афганистан, и за нив имаме спремено и поделено пакети со храна. Овие донации се од сите граѓани од
кај нас или од странство или од каде се собрани средства? Да, како што спомнав и претходно, донациите се повеќето од наши сограѓани. Делумно имаме донации од диаспората, кои што имаат можност, бидејќи се на работа, нели, во другите земји низ Европа, имаат можност да донираат онлайн или на девизна сметка, но поголемиот број на средства се од граѓаните од тука, од Република Северна Македонија. Имаме волонтери кои што ваѓаат од европските земји, волонтери кои што се и од Македонија, локални, и тие волонтираат кај нас во текот на целата година. Значи секој од нив има дали месец, дали два, дали неколку недели се тука присутни. И секогаш имаме по некој кој што ни олеснува во работата и тука во Легис, во канцелариите или пак во еден од двата транзитни центри за бегалци. Така, кога се, например, сака некој да донира, дали облека, дали храна да донесе, освен да се плаќа за 1095 оброци, што беше. Што треба да пазат луѓето кои што донираат тука? Но што треба најмногу да пазат, да речеме да исперат облекава или хранава да не биде expired и така натаму. Да, многу е битно дека кога сакаме да дадеме нешто на некого, треба да дадеме од тоа што го користиме ние самите. Значи не е работата на облеката која што треба да фрлиме да ја дадеме на некој друг, туку облеката која што се уште би ја носиле и самите, да ја дадеме да ја носи некој друг. Често пати се случува да има и облека која што не е функционална, затоа ние мораме секогаш кога примаме облека да ја прегледуваме и потоа оделуваме што може да се даде на луѓето, што е достоинствено, а што не. А во однос на храната, значи се до тоа што тие го јадат, се до тоа што сметаат дека треба да се нахрани некој друг. Нормално треба да се запазат роковите и она што бидејќи ние сме локално во Чаир, гледаме да биде максимум, ако е храната која што е повеќе од месо и меснати производи или животинско потекло, треба да биде халал, односно да не биде свинско, за да не правиме поделба, да не може случајно да не се навреди некој од граѓаните, да не отиде нешто каде што не треба кај луѓето кои што не конзумираат такви производи. Во споредба со другите години, ова година донираат поради, да речеме, покачување на цени и така натаму? Луѓето кои што сакаат да донираат секогаш. Да речеме 2020 година, 2021 година, кога беше, да речеме, најтешко за нашата економија, во време на вирусот, во време кога никој ништо не работеше, сепак ние како Легис имавме голем број на донации. Луѓето го чувствуваат тоа дека, посебно во време на месецот Рамазан, дека имаат потреба да го споделат својот оброк со некој друг. И ова е најдобриот начин да се направи тоа. Така да немаме воопшто нема никаква разлика, оние кои што сакаат го прават своето и донираат. И освен оваа активност, кои се другите активности? Да речеме за Бајрам, дали имате нешто, некој конкретен проект кој што ќе го започнете? Или кои беа најголемите предизвици оваа година како Легис што ги имавте? Освен рамазанскиот проект, ифтарите кои што ги даваме во Скопје, даваме ифтари во Гевгели и на Табановци за бегалците кои што доаѓаат и привремено се сместени таму, кои што транзитираат низ Република Северна Македонија. Следно е проектот кој што го имаме со хуманитарна помош за Газа. Значи имаме можност луѓето кои што донираат за ифтари во Македонија имаат можност да донираат и за ифтари во Газа. Во 2024 година имавме, да кажам, месечно по еден или по два проекти, каде што поделивме, дистрибуиравме вода преку 10 цистерни, имавме преку 10.000 топли оброци, имавме еден камион со хигиенски средства, пакети, имавме леп за преку 800 семејства поделено. Така да продолжуваме и 2025 година, продолжуваме и во месецот Рамазан. Истите работи граѓаните може да донираат, значи само треба да назначат дали е за локално или за во Газа.
бидејќи сметаме дека Македонија треба на некој начин и граѓаните да се представат во добро светло. И како колеги сегаш сме го правеле тоа во минатото. Сме имале хуманитарни акции или за Газа, или за Сирија, или за Сомалија, или за Мијанмар, или во Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, не поплави, не земјотреси, Турција исто така. Така да активни сме секогаш и на тој план. За Бајрам вообичаено имаме бајрамски пакетчиња за децата и зависи од донациите имаме и пакети, локално пакетчиња за деца во Скопје и имаме и пакети со храна за да можат луѓето да си поминат за Бајрам да имаат една побогата трапеза. Për persona në nevojë të regjistruar në Legis, përveç këtij muaji edhe gjatë gjithë vitin mbështeten nga donatorët, me çka organizata bën shpërndarje në përditshme të bukës dhe kuti me produkte jo ushqimore dhe ushqimore çdo muaj. Atëherë, ta marr mikrofonin, siç mund ta shihni bashkë me Jasminin, do të shkojmë në pjesën ku bëhet edhe donacioni apo dhurohen iftare për ditën e sotme, ndërsa do t'i bashkohemi edhe në kësaj iniciative. Faleminderit Jasmin. Shkojmë atëherë. Për muajin e Ramazanit nga kjo organizat janë planifikuar të shpërndahen rreth 6.000 iftare për persona në nevojë. Tregon atëre je ti vullnetari këtë bashkë me mu. Çfarë u servojnë njerëzve të cilët presin për ushqimin e iftarit? Njerëzit që presin për iftar, ditë për ditë ju servojmë sallat dhe ushqime shtëpie të gatshme. Kemi sot ushqim me patate dhe mish pule. Dhe ky është iftari i parë? Po. Ndërsa donatorët me 1.000 denar kontribojnë me 5 iftare për këta persona.
Pra jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me emisionin Fokus dhe për të vijuar edhe me temën tjetër të cilën e kemi trajtuar për këtë javë, për këtë emision, e që ka të bëjë me 7 dhe 8 marsin. Sigurisht që festa e 7 marsit tashmë ka kaluar, pra vetëm 2 ditë më parë, mirë po ne do sjellim pranë shikuesve të televizionit Alsat më detajisht sfidat me të cilat janë përballur dhe përballen mësimdhënësit derisa kryen pra profesionin e tyre, profesionin e mësuesisë, një profesion shumë i shenjtë. Mirë po, me çfarë janë përballur ata deri më tani? Sigurisht që shumë prej tyre kanë punuar edhe në shkolla rurale, pra shumë larg vendbanimit të tyre, dhe gjithë ajo rrugë që kanë bërë për të mbritur, domethënë deri në ato shkolla ka qenë vërtet një sfidë, domethënë në vete. Mirë po, ata asnjëherë nuk kanë lënë nxënësit pa mësim dhe pavarësisht kushteve, domethënë të motit, janë munduar dhe kanë arritur qëllimin e tyre që të jenë pranë nxënësve për t'u mësuar shkronjat, po edhe gjitha ato njësi mësimore që vinë, domethënë njëra pas tjetrës, varësisht domethënë në cilën klas janë nxënësit. Pra pa humbur kohë, sjellim kronikën në vazhdim dhe besoj se do të mbeteni të kënaqur. 7 marsi, dita e mësuesit, edhe këtë vit i gjenë mësimdhënësit jo shumë të kënaqur kur bëhet fjale për statusin e tyre dhe vlerësimin e që u bëhet. Pavarësisht të sakrificës dhe sfidave që përballen, mësimdhënësit e vlerësojnë se kanë pagat më të ulta kundrejt të pagave në institucionet e tjera. Teuta Haskaj Vojnika tashmë 23 vjet kryen në profesionin e mësuesisë, ndërsa për momentin ligjëron në shkollën fillore 25 Maj në Hasanbek të komunës së Gazibabës. Në një intervistë për emisionin në Fokus, ajo tha se pagat e ulta dhe humbja e respektit ndaj këtij profesioni të shenjtë ka bërë që shumë të rinj të mos shprehin interesim për të bërë mësues në të ardhmen. Gjithashtu, zonja Haskaj Vojnika rrefen me kënaqësi rrugëtimin e saj në këtë profesion. Do të filloj me atë të kujtohemi pak vite, domethënë, ose vitet e para kur për herë të parë morë ditarin dhe u paraqitet para nxënësve. Ju kujtohet si sot kur ishte ajo? Faktikisht tash më emocionove pak si shumë, përveç atë emocionin që e kam para kamerave, më ktheve dikun janë 22-23 vite mbrapa, kur ende si studente, do thotë, dikun e vitit të tretë, po për rrethana të ndryshme, do thotë, shkaku i konfliktit që ishte në Maqedoni, më duhej, do thotë, të dalë në studimet me korrespondencë ose çrregull si quhen, dhe më dha rasti të shkoj në një shkollë, do thotë, të ligjeroj. Ishte në fshatin Grushin, do thotë, në këtë komunë, mendoj në komunën e Haraçinës tani më. Dhe ditët e para normal ishin mjaft vështira, sepse unë ende isha, të them, vetë fëmijë dhe e ndjeva vetën si kur po rritëm bashkë me ata nxënës, mirë po respekti dhe nxënësit e fshatit janë pak më të qetë, ndoshta edhe lektësia që ma dhanë atje, mënyrën se si më pranuan, e bëri që unë ndoshta edhe dal nga dal do të thotë ta merr një profesioni pak më seriozisht, edhe të vendosnja të mbetem këtu si jam. Ndërsa sa i përket ditarit, është një gjë që sot na mungon shumë, sepse vetë prania e ditarit në dorë e bën pak arsimtarin, profesorin, pak më serioz, edhe nxënësit të kuptojnë pak më ndryshe, mënyra kur ulesh në t'i shënojsh, do thot, orët, apo t'i shënojsh mungesat e nxënësve, po ndoshta pse jo edhe ndonjë vërejtje, ndryshe ka qenë serioziteti, ndërsa tani ajo na mungon mjaft. I kemi tani, administrata është strëngarkuar me dokumente tjera, ndërsa ditari na mungon. Po emocionet ende janë dhe me shumë elan dhe me shumë entuziazëm vazhdojmë dhe besojmë se kështu do të vazhdojmë deri në fund të këtij profesionit. Për sa kohë ishte në fshatin Grushin dhe si rrjedhe, domethënë, pastaj? Po, në fshatin Grushin kam punuar 13 vite. Mirë po fondi nuk ishte i plot i orëve të mia, sepse unë jam, do të thotë, mësuese e gjuhës gjermane, kështu që duheshte të bëj transfer në një nga shkollat më të mëdha këtu në afërsi, do të thotë, për momentin ku jemi, do të thotë, në shkollën fillore 25 Maj, dhe të them drejtën, po të kisha ardhur këtu për herë të parë, ndoshta isha tërheq, do të thotë, nga profesioni, sepse shkollat e mëdha kanë pak më tepër, kanë vështirësitë e tyre, kanë sfidat e tyre që duhet të i kalohen, nxënësit janë në numër më të madh dhe
është mirë që çdo student apo çdo mësimdhënës i ri njerë ta provoj veten në shkollat më të vogla, rurale, ku mund ta praktikoj, ta bëj praktikën. Kjo do të kishte qenë këshilla ime. Përveç si mësuese, unë kam përshtypjen se ju atër keni qenë edhe një shembull, ndoshta i një femre, i një gruaje, se nuk duhet do më thonë të ndalet, po duhet vazhdoj shkollimin, duhet të arrit do më thonë të realizoj ëndrat e saj. Sa ju ndikua do më thonë ato rrethana? Do të thotë në kohën kur unë shkova atje, ishin vetëm dhe 2 mësuese tjera, të cilat sot asaj ditë do njëra ende do të thotë punon atje, i përshëndes që të dyja koleget. Atëherë vajzat nuk shkonin do të thotë në shkollë të mesme. Në atë kohë erdhi edhe ligji do të thotë për mësim të mesëm, të arsim të mesëm të obliguar. Dhe unë isha si të them, isha aty i pash vajzat e para që filluan të shkojnë në shkollimin e mesëm, dhe disa prej atyre tash edhe veç më gjinde në pozita mjaft të larta, do të thotë për institucione, kemi në për spitale apo në për ministri, shpesh i takoj, vinë na vizitojnë, apo i kur i shoh rrugës, normal ato fizikisht kanë ndryshuar mjaft shumë, po mu më thonë se ti e njëjta. Kështu që jam shumë e lumtur edhe profesionin që e kam nuk e kisha ndryshuar për asgjë. Do të thotë është mjaft human dhe ja vlen. Kanë kalu shumë vite që prej momentit parë do më thënë që jeni kyqe në profesionin e mësuesis e deri më sot përveç ditarit që mungon çfarë ka ndryshuar. Jemi do më thënë dëshmitar të shumë gjërave që rodhen një pas një. Po, të shumë gjërave. Tani, për shembull, më herët, unë po flas edhe unë si nxënëse, po edhe e mbrita edhe unë do të arrita atë lloj sistemit të arsimit. Mësuesi dijej si është me një shkumës në dorë, një tabelë të zezë, librin dhe aq të thotë. Normal, respekt ishte më i madh atëherë, frika ishte më e madhe nga nxënësit, arsimtari ishte, do të thotë, të themi zoti i orës së tij. Tani pak ajo demokracia, pak fëmijët janë pak më të llastuar dhe ndoshta pak edhe prindërit aty luajnë rol. Mirë po me kohë ka ndryshuar shumë gjëra. Filloi tani më e shohim se edhe ministria, shteti ndikon në shumë shkolla janë digitalizuar. Shembull si shkolla jon tani për momentin do thotë i ka gjitha kushtet evropiane, edhe disa shkolla tjera. Unë veç më kur dola këtu, them drejtën Grushinën veç më e lash me projektor, e lash me smart tabela, edhe atje është punuar mjaft, shkolle vogël, po me kushte shumë të mira, dhe këtu do të thotë, kur erdha gjithashtu veç më kishte filluar të punohet në atë drejtim, shumica e shkollave veç më kanë kushte shumë të mira, me çdo, do të thotë, me projektor, me smart tabel, me laptop, ose kompjuter për shembull, por fatkeqësisht ka edhe shkolla ku ende, do të thotë, është mësimi shumë vështirë të mbahet, përveç mos të flasim për renovime për gjëra, kushte do të thotë bazike nuk ka. Munges për momentin janë librat, sidomos për gjuhë huaj, unë tash flas për lëndën time, sepse veç më lëndët tjera kanë filluar të furnizohen. Unë punoj me një libër të para 13 viteve. Do thotë, nuk e di çfarë është shkaku pse nuk ka libra të gjuhëve të huaja, edhe pse tani veç më është premtuar dhe shpresojmë të realizohet ajo gjë. Sfida më e madhe që unë e kam përjetu, se unë them, unë jam e asaj gjeneratës së vjetër, edhe tash jam të e përjetu gjeneratën e re, sfida që kishim me Covidin. Do thonë, ajo ka qenë diçka e papërshkrueshme, kur një herit të jepet mundësia që nesër të kyqesh online në mësim, ne shembull mund të kemi kushte, po se si ja kanë të i kaluar nxënësit, prindërit që janë do të të shkallës me familje sociale, ata e kanë pas shumë vështirë, sidomos muajt e para, po pastaj edhe komuna, edhe shkolla, me donator, edhe të jashtëm, edhe të vendit, kanë dhënë tablet, kanë dhuruar, dhe nxënësit janë kyç, do thotë. Ja kemi dalë disi edhe shpresoj që mos të sfidohemi më me të tilla me ndoj raste. A më thuhet se në atë periudhë, do të thonë, mjaft humbën nga procesi mësimor, do të thonë nga një mësim cilësor, do të nuk e arritën atë që u desht fëmijët. Duke marrë parasysh mësimin. Unë ndoshta ndonjëherë edhe kundërshtohem edhe me kolegët, them se në orë kyqeshin nxënësit që janë të kyqur edhe në klasë.
ata që nuk kanë interes për mësim, ata që zakonisht do të thotë e prishin disiplinën e klasës ose diçka, nuk kyqeshin. Dhe kështu që unë mund të them se personalisht se i kam qenë rregullt, edhe pse edhe kisha, do të thotë e kalova, mendoj, virusin, kyqesha rregullisht, edhe më kyqeshin nxënësit që kishin interes për mësim, po. Tash nuk e di, ndoshta dikush do të më kritikon, po jemi të gatshëm edhe për kritika, nuk është problem. Kjo është mendimi im. Ju pak më pare përmendet do të thënë mungesën e librave në gjuhët e huaja. Duke marrë parasysh që keni punu vetëm me një libër, do të thënë të para sa viteve, si mundoheni që orën të aponi pak më atraktive, që t'jetë më interesante, do të thënë për nxënësit, duke marrë parasysh? Po, tani sa i përket për shumë përmbajtjave gramatikore, ato nuk ndryshojnë. Do të thotë rregullat, fjalët e huaja ose diçka. Aty ku e i vërejmë, do të thotë ato mangësi, shpesh kur na bie të mësojmë shembull për sportistët më të mirë, apo për rekorde të thyera, se kemi do të thotë leksione të tilla, ose artist muzikant, këto gjenerata nuk i njohin ato para 13 viteve. Atëherë ne duhet pak t'i modifikojmë edhe të marrim do të thotë raste të reja ose sportistë të ri të kësaj kohe që t'i përshtasim me gjeneratën me të cilët edhe punojmë, se për ndryshe nuk do të jetë ora interesante. Edhe kjo është një farë lloj sfide që mësimdhënësi gjithkohën duhet të jetë i gatshëm. Unë them, me mbarimin e fakultetit nuk mbaron gjithçka. Pa marrë parasysh, domethënë ne më duket deri në pensionim duhet të mësohemi. Ajo që thash edhe më herët, kur filloi do të thotë digitalizimi, ditari elektronik, shumë gjëra duheshte të bëhen shembull nëpër Excel-a apo Word-a, shumë më vinte keq sepse kolegët që ishin shembull edhe 10 vjet në penzion apo 5 vite para pensionimit, vështirësi që i kishin ata të kyqen, besoni ishin shumë të mendoj të papranueshme dhe më vinte shumë keq. Tashti jo gjithë janë të rinj dhe jo gjithçka kapin. Edhe unë nesër, pas disa viteve, nuk do ta kem më atë freski shembull në tru që t'i kap gjërat si shembull mundet ndonjë koleg që do të vjen pas meje. Kështu që unë do të kishte qenë edhe një sugjerim për mua të nisemi pak nga sistemi i disa shteteve ku arsimi më tepër se 25 vjet, 30 ta themi, nuk do të kishte qenë mirë të mbahet mësimdhënësi se nuk ka më çka të jep nxënësve. Shpenzohet me një fjalë. Domethënë gjithë energjia humbet, nuk mundesh më. Të marrin nxënësit. Nxënësit kanë energji, ata kanë, do të thotë janë hiperaktiv dhe po na vijnë gjenerata më të gjallë e më të gjallë. Dhe është pak me keqardhje me thënë, po nuk ja vlen do të thotë të lodhen edhe kolegët që shembull nuk mund t'ja dalin me ato lloj gjenerata. Këtu pikërisht ishte edhe këtë pyetje ta bëj, domethënë prej fillimit që jeni në arsimë deri më tash çfarë po vëreni të nxënësit? Një ndryshim drastik? Shumë. Ndryshim do të thotë shumë i madh, më duket edhe virusi e ka bërë edhe këtë gjë, se pas pandemisë me të vërtet po na vinë edhe gjenerata pak më hiperaktiv, po une do të kisha pas në një porosi pak deri te prindërit, pak më tepër të flasin me ta, të punojnë, se disa gjëra që nuk guxojnë t'i bëjnë në shtëpi, duhet ta dinë se edhe shkolla është shtëpia e tyre e dytë. Do të thotë respektin që presin ata si prindër, besoni se e presim edhe ne, se një mësimdhënës edhe respektin normal e fiton derisa është do të thotë i rregullt, është principiell, mundohet me gjithë shka ta bën orën edhe më interesante, sepse këta breza të ri presin do të thotë nga ne. Edhe unë mendoj se mësuesia është profesioni më human, sepse kot mund të bësh gjithë shka, po pa kaluar nga mësuesi, kot e ke. Këtu po ndërlidhe me pyetjen tjetër, mësuesi vazhdon ta ketë atë respektin që kishte dikur, apo duke se është zbehur? Thash, do thotë, mësuesi e ka respektin deri diku, mirë po prapë se prapë ka të bënë mjaft unë them me edukatën familjare, sepse kemi nxënës shumë të mirë, të cilët me të vërtet na respektojnë, na dojnë, punojnë, do thotë nuk i refuzojnë detyrat se ne kemi aktivitete dhe jashtë mësimore, dhe ata që e dinë rëndësinë e mësimit, rëndësinë e shkollës, ata vazhdojnë edhe na respektojnë. Mirë po unë prapë them se kjo vjen nga edukata shtëpiake. Ne edukatën nuk mund t'u japim fëmijëve, ne mund t'u japim rendin, mësimin,
se si të vazhdojnë jetën më tutje, mendoj si të përballojnë sfidat e ndryshme që mund t'i vinë në jetë, mirë po prap, ajo që deri në moshën 6-7 vjeçare arrijet, është ajo që duhet të sjellet në shtëpi. Si e vlerësoni do më thënë atë humbjen e interesit e këtë rinjtë për të punuar në të ardhmen si mësimdhënës? Pse do më thënë shumë pak do më thënë të rinj, varësisht drejtimeve ku orientohen në fakultetet të caktuara, nuk e shohin të arsyeshme që nesër të jenë para nxënësve? Pethe me këqardhje, ky profesion mjaft human është me pagat më të ulta. Edhe unë mendoj se të rinjt për këtë shkak edhe nuk e zgjedhin shumë këtë profesion, sepse shohin se ka do të profesione ku zakonisht biznese të ndryshme, apo tani shembull me gjuhë të huaja mund të kyqen në këto online mendoj platformat që japin do të thotë paga më të larta dhe shohin thjesht me një fjalë ku është paga më e lartë aty të kalohen. Mirë po unë prapë ju kisha bë edhe një apel kështu se kemi deficit të shumë profesioneve, si për shembull asnjë nxënës deri më tani nuk kam dëgjuar të thotë do të studioj matematikën, se e din se duhet të lodhet mjaft, të shpenzon do të thotë mund, a në fund do të përfundon në një shkollë do të thotë me pagën tonë që e kemi. Mirë po prap, nga dëshira, shpresojmë se edhe me ato profesione do të kemi fizikant, kimist, këto janë do të thotë profesione që me të vërtet na duhen, edhe unë shpresoj se do të ndryshon pak sistemi jonë dhe jo gjithçka është paga, është pak edhe humanizmi dhe dëshira për të punuar. Unë me shumë dëshire bëj këtë gjë. Po atëherë për në fund, çfarë ju ka mbaj, do më thënë, ose çfarë ju mbane që me shumë kënaqësi ta bëni këtë profesion? Ndoshta edhe jam si tip, nuk e di, ndrimi i profesioneve nuk do të kishte qenë, do të thotë, ajo që do të kisha zgjedh unë, e kam gjetë vetën, thash, ndoshta edhe pse punën e kam bërë në faza, kam filluar prej lehtësimit, duke u pjekur në profesion, duke shkuar do të në faza më të vështira, sepse të menaxhosh do të punojsh në një shkollë me 1700 nxënës, nuk është edhe shumë e lehtë, dhe do të munduemi deri në fund kështu. Shpresoj shëndetit na mbaj, mendja dhe durimi. Durimi është më e rëndësishmja. Ramizi Jakupi plotë 30 vjetë krye në profesionin e mësuesis. Për momentin ligjeron në shkollën fillore për parimit të fshatit Krushopek të komunës së Sarajit. Mirë po, me shumë emocione dhe kënaqësi kujton sfidat me të cilat përballej derisa punonte në shkollat e fshatrave malor, ku me shumë kolegë të tjerë bënin në rrugë në këmbë deri në 20 kilometra. Kam filluar në vitin 1994, do të thonë në një fshat Straçinc. Pastaj atje një vit e gjysmë, pastaj në komunën e Zelenikovës, në fshatrat atje kom qenë dikun 8 vite, pastaj në shkollën Ravović 2 vite dhe pastaj në fshatin këtu në Saraj vite tjera, faktikisht në shkollën e Krushopekut. Në fshatrat e Zelenikovës ndoshta mund të kenë qenë periudha më e vështirë juaj, duke pas parasysh ndoshta mungesën e transportit atje. Atje ka pas me të vërtet vështirësi të mëdha. 8 vite të vështira po të lezetshme. Më thënë atje është udhëtu edhe në kamp. Kemi udhëtu, është një fshat Gumalev që udhëtohet 10 km në kamp. Më thënë kemi qenë 2-3 kolegë që kemi udhëtu 20 km në 2 drejtime. Po në kamp, po kemi shku atje kënaqësia më e madhe ishte kur shef se një grumbull e fëmijëve e nxënësave të presin, më thonë e presin asimtarin dhe ti s'ke mënyrë tjetër përveç se të zhvillosh mësim me kënaqësi më të madhe. Ka ndodhur gjatë kësaj periudhe ndonjëherë të keni mungu nga mësimi, përveç atyre me arsye? Ju besoni se nuk kam asë një ditë pushim mjekësor, asë një ditë nuk kam mungu. 30 vite mund që siguroj se s'kom mungu asë një ditë. Falë Zotit edhe shëndetin e kom pas mirë, nuk ka pas nevojë të shkoj edhe në pushim mjekësor, po nuk kam mungu asë një. Në borë në shi, duke i ditë ato rrugë se si kanë qenë ato fshatra? Unë që të regoj një rast në fshatin Ravović, me një kolegë timin, jemi nisë, bora ka qenë dikun 50 cm. Dhe atje shkohet është dikun 5 prej Bukoviqit, deri në Ravović ka 5 km në kam. Dhe kur kemi arrit atje për 2 orë udhëtimi, do me thonë i kemi qetë nxënësit kretë duke na pritur. Dhe kënaqësia më e madhe ishte ajo.
pastaj zhvillu mësimin edhe vazhdu me aktivitetet tjera. Ka ndodhur të jeni larg familjes, keni qëndru për shkak domethënë të mësimit, keni qëndru në shtëpi të improvizuar domethënë për këto fshatra ku keni punuar? Jo, unë nuk kam pas rastin, gjithmonë kam udhëtu gjatë domethënë, ndoshta kam dalë prej shtëpisë në ora 5 mëngjesit, jam kthyer në ora 5 mbasdite, mirë po më tepër se kaq nuk ka pas. Deri në fillim të viteve të 90-ta, në Shqipëri, për të nxitur mësimdhënie në një cilësie sa më të lartë, mësuesit më të dalluar shpërbleheshin me dekorata të larta, që ishin mësuesi i merituar dhe mësuesi i popullit. Deri në fillim të viteve të 90-ta, në Shqipëri, për të nxitur mësimdhënie në një cilësie sa më të lartë, mësuesit më të dalluar shpërbleheshin me dekorata të larta, që ishin mësuesi i merituar dhe mësuesi i popullit. Në mars të vitit 1887, në Korçë u hape mësojtoria e parë shqipe. Mësues dhe drejtori i parë i saj ishte Pandeli Sotiri. Veç tjerash, kjo ngjarje ishte një fitore e madhe për popullin shqiptar, pasi deri atëherë dhënia e mësimeve për shkak të pushtimit osman bëhej privatisht brenda shtëpive në mënyrë të fshehtë. Kështu që nga ajo ditë, 7 marsi festohet në Shqipëri dhe kudo që ka shqiptar si dita e mësuesit për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike.